Të dashur bujar shqiptar, poeti kombëtar Naim Frashi, analizën e protestës e shpreh kështu: ligësi shumë u rrëfye, andaj populli ngriti krye. Programi kombëtar shqiptarët e gjejnë tek rilindja kombëtare. Këtë program Naimi e përmbledh me vargjet: tregomu dhe shqiptarve udhën e punës së bardhë. Bashkomi, bëmi vëllezër edhe thjesht shqiptar. Bashkovasa, të gjithë si vllazër një bes shtrëngonju. Gjergj Fishta, sot shekulli mbar prirësinin prej shqiptarëve, me pa si përkujdesemi për atë. E si u dëshmojmë me puna kundërshtarëve se jemi të zot me u lidh me bes e fe, edhe vetë me sundua e vendin e të parëve. Sami Frashi pa bashkim nuk ka opinion publik. Për të dëmtuar programin edukativ kombëtar të rilindjes kombëtare, karteli politiko-fetar dëmtoi rënd sistemin arsimor dhe zbatoi devizën për qa e sundo. Synimi shturja kombëtare, dëmtimi i karakterit dhe i virtyteve të shqiptarit, që Naim Frashi i vlerësonte lart tek historia Skënderbeut duke thënë: në janë ata shqiptarë që i njoh e i di unë, bota po ka për të parë këtu një të madhe punë. Politiko-fetar dëmtoi e turpëroi kombin shqiptar në një mënyrë që Naim Frashi do ta përshkruante kështu: s'më vjen keq për derën tënë, se nga Zoti kështu që thënë, po më vjen për mëdhen dhe për besën dhe për fen, më vjen keq për njerëzin që i dhat arratin. Poeti kombëtar Naim Frashi realizoi sintezën e besimeve fetare, bazë e harmonisë fetare dhe edukimit kombëtar. Karteli politiko-fetar jo vetëm e dëmtoi edukimin kombëtar të karakterit dhe të virtyteve të shqiptarit, sipas Naimit dhe rilindjes kombëtare, por me ligj 93/2022 Tinës ja hoqi titullin poet kombëtar Naim Frashi. Besa e bujarëve shqiptar, e konceptuar nga Naim Frashi, është realizimi i devizës së rilindjes kombëtare: feja e shqiptarit as shqiptaria. Sistemi arsimor duhet ta mësoj sintezën, besën e bujarëve shqiptar të Naim Frashit, të cilën nuk e ka mësuar as në kohën e komunizmit, as tani, as ju se keni mësuar. Kështu që dëgjojmë: besë e mbar e Perëndisë, udhë e mire urtësisë, është vetëm mirësia, e vërteta njerëzia. Zemër e bardhë, shpirt i mirë, me mëshirë e ëmbëlsirë, e drejta, vëllazëria, dashuria, miqësia. Gjithë besët që janë, vetëm këtë udhë kanë. Këtë thot besa jonë, dhe të tjerat këtë thonë, se në jetë s'ka dy besë, një është e një do të besë. Besë është Perëndia dhe udhë e saj njerëzia. Besa jonë është një fjalë, dhe ajo fjalë s'është e qartë, është fjalë e Perëndisë që i duhet njerëzisë. Nuk është fjalë e kotë, bëj mirë, mos bëj keq, thot.
besa edhe Perëndia është vetëm mirësia. Dhe ai Zoti i vërtet, edhe gjithë çka në jetë, te njeriu gjithë janë, mos kërkojmë t'ja të ranë. Po të bëjmë mirësin, kemi ndër ne Perëndin. Kur të bëjmë ligësit, kemi djallë e djallëzit. Kur të jemi të vërtet, është me ne Zoti vetë. Vargu i fundit i detyron organizatorët e protestës të jenë të vërtet dhe të kemë parasysh porosin tjetër të na infrashit të pagatia bujqësi. Mos ju afro dhe në përis, pos të drejtës ju një spas, në dëgjosh fjalët e mia, do të jesh gjithnjë në gas. Të dashur bujar shqiptar, që u ngritët në protest kombëtare, le të nderojmë lirin për të cilën na infrashi thot tek Sherbelaja. Botës i dhanë lirin, duke ngrehur parasin dhe të zgjedhën një të parë dhe të urtë, jo të marë. Duke ngrehur parasin, do të thotë, duke përmbysur qeverin. Faleminderit. Rahman për Perishën pun! Rahman për Perishën pun! Rahman për Perishën pun! Një mbrëma rinia shqiptare, një mbrëma Shqipëria, vi nga Milano dhe jemi organizatorët e Milanos që dhe ne bëjmë protesta paqësore. Dhe jeni këtu sot vetëm për ju, për t'i treguar Ramës dhe Berishës që ky popull është i mrekullueshëm, ky popull meriton shumë edhe më shumë, meriton lirinë e plot. Shqipëria nuk shitet. Rama për Berishën kur! 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 Rama, mendove se nuk do vinim, për ne, diaspora e Milanos, përveç dy protestave që kemi organizuar në Milano, kemi ardhur dhe këtu sot. Ne nuk jemi nga asnjë parti, nga asnjë asociacione, ne jemi shoqëria civile, student, punonjës, të rinj e të reja, zonja e zotrin me shumë gjyra, por i kemi dhënë shpresë kësaj Shqipërie tonë. Rahman për Perishën! Dhe ky do t'jetë revolucioni që do t'i bëjë histori në gjithë shekujt e Shqipërisë. Nuk dua ta zgjas, sepse fjalët, themi ne, nuk janë pasuri, por unë dua të them që ne Ram nuk jemi vetëm sonte. Në Milano vazhdojmë protestat edhe të shtunën e radhës dhe ne do të vim këtu, do bashkohemi gjithmonë. Jemi revolucioni më i bukur në botë. Faleminderit. Revolucion! 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 Përshëndetje nga Suedia dhe Italia. Ku janë fëmijët e mi, ju përshëndesin dhe janë duke ardhur nga ata rrugës. Vita Rinasi. Rama për na vetëm si na këtu, pa fëmijët e mi. Por shikoj që këtu kam shumë fëmijë, vajza dhe djem, që do na përkajnë, do krijojnë një qeveri të re. Ku do rregullojnë shëndetësinë, arsimin, jetën më të mirë për fëmijët e tyre e për vetë ata. Ne nga prej një me shumë e bukur me juve. Rama ik, Rama ik, Rama dhe Sali Berisha në burg.
shqiptare, për një qeveri të re, për një jetë të re, posh hajdutëm, posh të gjithë njerëzit që nuk ka duan, posh qeveria jonë të një qeveri e re, një qeveri bukur, si që kemi djenë dhe vajzat shqiptare, rrës rinja shqiptare. Përshëndetje vëllezër dhe motra, përshëndetje shqiptar të lirë, shqiptar të mirë, shqiptar të zgjuar, shqiptar guximtar, që e bën të qeveri të flas me vete, por mbi të gjitha t'i dalin nami në tërë botën mbar. Vëllezër dhe motra, sot është dita e 15, ku zemrat, shpirti, trupi, mendja e shqiptarëve është bërë bashkë kundër pjellës së të keqes e të vintras të Roma. Vëllezër dhe motra, bashkimi ynë bëri që spaku të zgjoj nga gjumi. Bashkimi ynë bëri që drejtësia të filloj të reagoj, duke marrë krimin zvarë, si që morën në zvërnet stjetë shqiptar. U mblojën shqiptarët në 35 vite për të treguar që janë pri, nipri, mesat e Gjergj Kastriot Skënderbeu, që janë pasardhë zjatëj të Ismail Bey Qemali, të Luiz Kurakuqi dhe të gjithë patriotëve shqiptar. Hajde man! Në 15 ditë, po zoti kryeministër, ke të drejtë, filluam ditën e parë 2000, 20.000 dhe përfunduam dje në 200.000 dhe radhës tjetër do të arrijë në 2 milion. Edhe një mesazh të fundit, me qenë se ke filluar monologun, po them diçka, turistët i ke midis nesh, ty të kanë ikur patronazhistët. Dhe një thirrje të fundit për diasporën, faleminderit se në sytë dhe zemrën a ju e keni, prandaj jeni